Përshëndetje Arbri dhe Drini, vazhdojmë me pjesën e radhës të urmelit. Profesor Tibetongu mëson diçka të re. E kështu, ne mbërritëm në ditët e sotme. Bilbili i ujit rrinte në prag të derës së klasës, pa e ditur se ç'të bënte. Përmbi kokën e tij thekste me ngjyra të ndezura tabela që kishte shkruar Timi, ku thuhej: Shkolla e gjuhës për kafshët e Habakuk Tibetongut. Frekuentimi sipas dëshirës. Bilbili i ujit deri në atë kohë që i vetmi shpend i regjistruar në shkollë, kështu i thoshte mendja e tij, meqense pinguini nuk e quante të shpend, nga që ai nuk ishte në gjendje të fluturonte. Bilbili s'dinte vërtet ç'të bënte. Detyrave s'u kishte lënë gjë mangut dhe mezi shpriste të tregonte diturinë e tij. Mbi të gjitha, ai duhet të ushtrohej me in, që kur fliste e bënte a, un vaj, ta, vjen, a, vjen. Aty në prag të derës nuk po e nxinte vendi. As vava, as pinguini s'kishin ardhur dhe grunzi e kishte fluturuar për jashta, duke i shpjeguar me kërritje: S'ka mosim sot, hajde për jashta, do bëj pastrimin. Nga të gjitha kafshët, grunzi fliste më mirë, megjithse hera herës kur mbushej me frym, i shpëtonte nga një oink. Ajo kishte kohë që bërë magjetorja e profesorit dhe nganjëherë kthehej në një tirane të vërtetë, sidomos kur i hipte në kokë të bënte pastrimin. Atë natë, profesor Habakuku e kishte gdhirë duke shkruar një libër që quhej Të mësuarit e gjuhës së kafshëve, problematika dhe kuptimi i tij, me një shtojës ushtrimesh për fillestarët. Mbi titull që shkruar Profesor Habakuk Tibetong. Zbardhi dhe profesori vazhdonte të shkruante. Tani po qëndiste një letër tërmbledh për kundërshtarin e tij, drejtorin e Muzeut të Shkencave Natyrore të qytetit të Pumpulonit, doktor Pitimanit, që prap ja kishte hipur kacabojt. Doktor Pitimani sapo kishte zbatuar në revistën e studimeve paleozoologjike një artikull ku teorinë e Habakuk Tibetongut për ekzistencën e urmelit e paraqiste si një pjellë të fantazisë së çmendur të profesorit, dhe këtë të fundit si një ri që ishte katandisur të ardhur keq. Habakuk Tibetongu qep smosur, a nuk ishte vërtetuar mirë e bukur që urmeli përbënte një hallkë midis dinozaurëve dhe gjitarëve, e për të gjitha këto, a nuk ishte renditur ai një sër fjalësh latine dhe greke që dilte të pronte. S'është nevoja të thuhet se letra e tij për profesor Pitimanin s'qas pak miqësore, përkundrezi, duke e shkruar i kishte kërcyer xhindet dhe përpaksa shpoi me penë në plënc grunzin e gjorë që po i sillte kafenë e mëngjesit. Por një hop ju bë sikur i kishte mbirë më përpara hundës Pitimani. Çdo mend që sapo i kishte thirrur mendjes i kërkoi grunzit 1000 herë të falur. Më fal grunz, po ti nuk e di se ç'kërriçësh ky Pitimani. Po çdo mend që ka pasur ulmeller, ku dreqin më vajtën syzet. Mbi hundi ke profesor, wink, i tha grunzi që i kishte alergji të shkuarat. As bilbili i ujit dhe pinguini nuk i duronte dot kur për gallat vinin dhe i pickonin tulet e dhjamosura gjurë trëndafili. E zhbiroi me sy profesorin dhe i tha: Më dukesh goxha i lodhur, mresh në krevat dhe thes në gjumë, oink. Profesori fshërtiu. Grunzit si a dilte dot, Derkucka e shtrëngoi të binte në shtrat dhe e mbuloi deri tek hunda që profesori e kishte pufkt dhe të kuqe si piperk. Pastaj mbylli perdet dhe doli. Akoma në përkëmb që nge ti, i shfryu bilbilit. Mirë, atëherë më jep një dorë të mbaroj punët. Nduke atë shtup me sjep dhe bjeru cepave. Jo moj, të datë ka koka, i thirri bilbili i fyer. Hapi krahët dhe u bë erë. Tamam, këtë priste dhe grunzi dhe ajo që e bindur që shpendët nuk e kisha për gjë. Bilbili u nis të gjente Timin. Zakonisht ai rrinte maj pemëve dhe vërtet bilbili e dalloi me njëherë kokën e kuqe të Timit mes të gjelbrës së thellë të gjethave të pyllit. Tam, krokati bilbili, edhe ty ta ngrata nervat grunca, pa, e shkrepa në kokë të më vante shtupën në sjep. Qa thua ta kësaj? Tim Bereqepi
plaku zhabën e bananës që po hante. Unë për veten time e kam grur me grunzin, i tha. Po ti hill një sy atje tej, si të duket ajo gjëja atje në plazh, ajo që feks në diell. Bilbili fluturoi në një deg plantimit dhe zuri të lëkundej. E pa atë gjën që i tregoi djali, e s'po e merrte vesh se ç'ishte. E daç më thot mendja, të shkoj e ta shoh në vend krokati. Kur fup i zuri syri vavë dhe pinguinin që kishin marrë rrugën në Revan për te profesori. S'po më zë vënda, vazhdoi Bilbili. Sa ta marrë vesh nëse dhe panguanat do të duhet të fshaj qoshet. Timi u lëshua poshtë i shkathët si majmun dhe vrepoi drejt shtëpisë. Bilbili vajti pas, por me që s'ja kishte ënda të hynte brenda, qëndroi mbi një deg të lartë. Që aty dëgjoi grunzin të shfrynte. More po si e keni hallin, do ta lini të flej profesorin apo ja? Oink, po ç'dembel të pa ull, po nuk e lini të shkretin të rehatoj kockat. Palepa, po nuk i bini as derës. Ç'ell është kjo xhanëm? Oink. Pinguini i hyer ja nisi me të tijën duke u çerr. E ku ta di unë që profetoli po flen në mes të ditës? Akoma nuk më ka zënë gjumi, thirri profesori që nga shtrati. Se pas ka zënë gjumi, përshpëriti pinguini, ece me leveç po deqe. Po humbathim kohën kot, dhe ndërkohë ai dhberku po thkrin, u qavava. Si, bërtiti profesor Tibetongu, një iceberg në këto anë, hapi derën dhe nisi të lidhte rripin e rob të shambrit të kuq. Një iceberg, po, tamam këtu, tha pinguini, dhe blenda icebergu se çka një gjë të madhe, mbase një guask. Profesori veshi pantoflat dhe vrapoi ta të pjetë malit, i ndjekur nga pinguini që tundej e shkunder, ndërsa në krye rrëshqiste vava dhe Bilbili që fluturonte përbrit tyre. Oink, të gjithë një lloj jeni. Kur e shtar të këqin që zvleni një grosh, ta grunzi, e plasi shtupën në prak të derës dhe ju vu atyre mbrapa. Në djallë e di se ç'do të ngatërroni pa qenë aty, kërriti. Ndërkohë kuptohet që dhe Timi kishte bërë një copë rrugë.